ose nëse po na dëgjoni nga një trafik i rënduar, nuk është problemi ynë, por ju rekomandojmë të na dëgjoni në Syri FM në 89.8 MHz, po ashtu rikujtojmë që jemi gjatë gjithë kohës live streaming në YouTube dhe në një sesion të vockël që lexon Live live në syri.net mund të na gjeni. Mund të gjeni gjithashtu nëse keni humbur ditën e djeshme plug, se Flavio nuk ri rehat. Ja modest. Nuk e përmendim aferën e kryeministrit me mikun e tij personal izraelit të Rom Jefet. Në marrëdhënien e Silve doli dhe një tjetër mik i kryeministrit. Ka mi shumë ai. Trimi mirë me shok shumë. Sidoqoftë miq të dashur, dje zbuluam dhe provuam me fakte se si pas fasadës së rilindjes së ushtrisë shqiptare që ndron thjesht një aferë e rëndomtë, ashtu si pararencet e saj, incineratori, sterilizimi dhe gjithçka tjetër në mes, duke kaluar deri tek akshi dhe digitalizimi. Ndërkohë miq të dashur, do të vazhdojmë me mesazhet dhe me telefonatat tuaja. Kemi vendosur sot ta lirojmë pak agjendën, se kemi pas shumë ankesa për lënie pas dore të miqve tanë, ndaj nuk do ta bëjmë ditën e sotme. Do të vazhdojmë me një mesazh që thotë: mirëmëngjes, Rama nuk e kishte problem me undame 5 gra, kështu që dhe me burrat njëjtën historika. Qëndrueshmëria është Chelsea. Po, tash e gjykon dot për keq, se gjykon dot për keq. Rama është me këdo, Rama është turpi më i madh i kombit. Rama në bisedë me Ivankën. Çfarë të pëlqen nga kuzhina shqiptare? Ivanka, në përgjithësi çdo gjë është e shishme këtu. Po ty shoku Edi, çfarë të pëlqen nga kuzhina amerikane? Dhe përgjigja është nuk mund ta themi. Jo, e bën dhe mbreti atë gjën. Edhe e ka për atë gjën që bën mbreti, që bën Trumpi, presidenti. Është shumë mesazh i bukur. Mirëmëngjes, Ramaduro është kapur në faj, është kapur duke grabitur, është kapur mat. Tani është gati të falë gjithë Shqipërinë. Bëhet me këdo që mendon se e shpëton, ai shet mend se s'ka popull në rrugë, se sa të ketë këtë popull, sa po të ketë popull në rrugë, të garantoj që zgjen vrim ku të futet, të gjithë në shesh 24. Po, të falë gjithë Shqipërinë, po jo ata që parkojnë. Jo ata që parkojnë dyshte, çfarë të bën ky apo jo, ose jo ata që hedhin tapa shishesh. Po. Jo tapa shishesh. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Syri? Dora vet. Mirëmëngjes. Jam një flak 85 vjeçe. Dhe du me for me Flavio. Me Flavio po flet. Flavio? O Gjan. Mirëmëngjes Emma. Si jeti? Unë të jap fjalën se Edi Rama shet gjithë familjen e vet, vetëm takoj Trumpin. E besoj. Ja. Nuk duket nga ata që se bën këtë punë. Po ti do e takoj Trumpi apo s'do e takoj, si thua? Nuk do presë Trumpi atë sa e DLNG. Në bafrojnë edhe plejtët. Me 170.000 lekë pension. Flavio, mu më ka mështru një avokat, pranoj të mora më shumë, më ka morë 65 milion plakës 85 vjeqe. Më merë po deshe, po ke mundësi me këtë numër telefonin. Pa tjetër, besoj kolegët e regjiste kanë numërin tani të zonjës. Po gjithë në mundësi. Po pa tjetër. Pa tjetër. Kam dhe burin tu që do me fort me ty. Dhe jemi 2 plekë, pa njeri të në shpi. Pa tjetër. Në një më bjerë, të s'kemi. Pa tjetër, më të. Mirë, uro. Urdhro. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kam një merak të madh për këta deputetët e Partisë Socialiste. Po shikoj, më kanë ngellë me babi martesën e re. Nuk e dëgjova. Nuk e dire se më dëgjon edhe zotëria, po sidoqoftë do qëndrojmë në komunikim më pas, e përshëndesim zonjën dhe zotërinë që na telefonuan në këto momente. Flavio na e ke prish ditën sot me atë Polacion e gjatë, ama se na është bërë si gogol. Luli. Polacion, po Juven. Jo, po Romën. Mirëmëngjes, në këtë përkujtimore në 21 janarit, një gjesh poshtruese dhe fiks në stilin e shokut Edi. Këtyre familjarëve duhet i vesh shoku Edi për ngushëllime se kanë mort, po këta vinë në kryeministri ditën që duhet të presin në shtëpinë e tyre njerëz për ngushëllime.
Plumi nga Bergamo na thot përshëndetje Flavi dhe Greta, temë interesante keni zgjedhur sot në siklet madh është udhëheqësi global, por si shkathët që është ja del duke shkuar natën me Sorosin dhe dëgjoj. Jo natën me Sorosin se tingëllon dhe në çik kështu. Po pra. Jo ortodokse si lëvizje me gjithatë. Ja, ai punon edhe natën. A punon edhe natën? Mendoj unë, po nuk e di se mendon telefonuesi që kemi në linjë. Ja ta shohim. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Jo, ditë dorë. Gjithashtu. Në thomi nga për dy ditë dhe të varës, në të më këlloshën. Dhe isha një problem, tuke brata spitalit të shtatë, dhe dhe të ishtë një ta. Kemi një gjade dhe pa shkomi i gjithë zhota, jam i nga vite. Dhe tre kanote i kam bërë, edhe të trajojnë për shtë i rrugës. E kuptoj. Dakor, zonjë, do e shohim atë zonën pas spitalit aty, ndërkohë më dërgon një qytetar i cili ndodhet në Podgoricë në këto momente. Një ilaç që në Shqipëri është shumë i famshëm, se është dhe i shtrenjtë, por është i domosdoshëm për qytetarët në një moshë të caktuar, Xarelto. Duhet ta kemi dëgjuar shpesh këtë ilaç. Madje edhe para pak vitesh pati një problem. Në Shqipëri shitet deri çmimin rekord. E disa e ka? Ja. 86.000 lek. 86.720 lek. Të vjetra? Po, të vjetra. Okej. Hollus Gjaku është, nuk është në... është Hollus Gjaku. Nuk është në një gjë kështu. Ndërkohë, më jep pak fotot që të përcolla regjia, të lutem, sepse ndodhet në Podgoricë miku ynë dhe me sa lek e ka gjetur thua ti? Unë e kam dëgjuar prej kohë është në fakt që Maqedoni, Malzim ka diferenca shumë të frikshme. Në Greqi janë dhe më të mira, leve nese. Shqyqyri kanë shqiptarët e Afrikë të vende për të kuruar. Po sa mund ta ketë gjetur 7.000 lek të reja? Pra nëse këtu bën 86.000 lek, atje bën 70.000 lek. Po, kjo do bënte ca sens, domethënë. E ka me foto, e ka me foto, të lutem ma nxjerr foton regjia se më mirë para se ta zbulojmë çmimin, rullo di tamburi. Kam përshtypjen duhet ta përcjellim edhe një herë tek. Edhe një herë, të ta shkruaj më mirë regjia, ta vizatoj vet më mirë, se ishte shumë i bukur mesazhi. Përshëndetje në Podgoricë, sa është çmimi dhe sa është tek ne, është një kryevepër, sidomos për sasinë me cilën vidhen. Kur e blia unë, më thot një personi afërt me mua, kur e blia për maman timi ishte 150.000 lek 28 kokra. Çfarë thua? 150.000 lek për 28 kokra. Ndërkohë, zotëria e ka bler edhe me 40.000 lek, por sa është... Në Podgoricë? Po, sa janë 28 kokra në Podgoricë? Jo, kjo është kutia shqiptare. Este tjetra? Ku ndodhet edhe çmimi i afishuar, sepse unë e pash po duhet. Çmimi Malazez. Duhet dikush. Po e bëra edhe pak do viti apo rulo di tamburi aty në regji. Bravo! Sa është? 6.31 euro. Euro ndërkohë që ka rënë. Sa i bie me tonat? Bismillah. Pra nga 86.720 lekë. Unë them të marrim për referencë 150.000 lekshin. Më mirë, po. 30 herë më shtrenjtë këtu bre. Si ka mundësi? 30 herë më. 30 herë. 6.31 euro Xarelto. Pritani të shohë rakimin. Rakimin e personit që e ka bler me 150.000 lekë. Po? Është vetëm sa emoji kështu. Shumë e fresh. Vaten parat, njerëz, mos vidhni këtë më shuajt. E kuptoj që nga 6.31 me taksa, me transport, me fitim, mund shkoj edhe 12.000 lekë të vjetra. Po 27, 20, 86, 150 është makabër, është kriminale, është katile. Dhe meritoni çdo të keqe që ju ndodh, pastaj mos në ankoni më kur ju rrafin pacientët. Për 28 kokra është 2 fishi pensionit, domethënë. Po.
Yes! Bukur pazari me ilaçe, bukur, dakord. Mirëmëngjesi yje, çfarë drejtësie ka 13 vjet përse se ka zgjidhur ky palloshi socialistëve, po ky është vetë fajtor për grushteti. Ju përshëndes të mirë nga Fieri. Interesante. 15 vjet ai në fakt. Ka po për çfarë ishte? 15 vite pa drejtësi. Nga cila 13 është ky në pushtet. Po, dhe bën sens. Po nëse edhe e thaj që mos më kërkoni mua për drejtësi për 21 janarin, shifni ke stacion, nuk e di pse ke stacioni trenit. E para, e dyta, ku është stacioni trenit? Ku është treni? Atje ku është treni është stacioni. Se ka qenë stacioni trenit, ke stacioni trenit. Po, bulevardi Zogu i Parë. Fundi bulevardi Zogu i Parë, ose fillimi, varet nga vjen. Po, tani nga e quan? E di që e quan diku nga Vora. Treni Tiranë-Durrës niset në Vorë. Po. Vetëm 12 kilometra larg. Nuk e di pse, por dje kishte një lajm fenomenal. Po. Ka mbaruar, thoshte, lajmi 86% e punimeve të Tiranë-Durrës. E thash, okay, po e lexoj kur i mbaruan, se ndërkohë e përdorim çdo ditë atë rrugë dhe shohim që nuk ka mbaruar dhe ishte kryevepër, ka mbaruar 86% e 16% që të parë. Çfarë? Pse? Janë spektakolar. 86% shumica e pakicës së parë. Pastaj kismet të tjerët. Mos bëj kështu. Po si duhet lodhen kaq shumë, domethënë? Siç numëron lekët Belinda, siç numëron apartamentet, numëron dhe kilometrat, e bën për të llogaritur se ka fituar, jo dhe shumë shifra, shumë konfuzion, mos ngatrohen kështu, sa lek do ky, po i diti si përgjonte Viz Berberi këtu muhabete. Mirëmëngjes, Rama me Sorosin do shkojë për gjithmonë duke hedhur krahun qaf presidentit Trump se ky përmashtrues nuk ka shoq. Ki rrisi gjarë për i nën gurë që të godet paprit, por ky Rama për të majtë pushtetin, ky nuk lën gjë pa ju lëpirë, si që ullë në gjurë melonit, Sorosit, ky është fatkeqësia e madhe këtij kombi. Në rast se nuk merren masat në 24 janar për ta larguar, jo vetëm nga pushteti, por duhet që ta bëjmë non grata në Shqipëri, si tradhtari më i madh i kombit, me 24 për mua duhet jetë protesta e parë dhe e fundit kundra qeverisë. Në rast nuk do të jepet përgjigje me 24, opozita nuk do ketë më asnjë të drejtë thrasi protesta. Dua 24 orë revolt. Po mirë, nëse qytetarët vendosin të rinë për 24 orë aty fare mirë, mund ta tekalojnë edhe vetë kërkesën e opozitës politike dhe të kemi më në fund opozitë qytetare në këtë vend. Jam shumë dakord me. Vazhdojmë me telefonatën e mirëmëngjes. Mirëmëngjes i kam. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes të stafit tuaj. Mirëmëngjes. Stafit të syrit të vet. Po turojmë mirëmëngjes edhe për njërin që është bërë me syze sot nga këtë tanët. Stavio, urdhra. Me pëlqen ajo tema nga opinionit, me qenë se Rama nuk është me shqiptana Shqipërisë, tash duhet me fol me kanë jashtë Shqipërisë. Aja është me Trump, aja është me Soros, aja është me Vučić, aja është me Putin, aja është me Kilej, aja është me tonë krimin e dy potës, aja është me kriminela, aja është me të dhekët, e përndohet e përgjirohet, aja të shi nuk e di, aja të bëhu, se shi të në këna vishë në folin të Shqip, se për Shqipi maru në fjallë, të folë kundra, jo kundra, po me performansën që ka po në kërë, që do të lanë shpria vetë majma. Jo mua popullë. I lutem, për të me datë në zëdërkarët të bakën, të djatë, të më të një shqiptatin. Okej. Të shumë të një shqiptatin. Nuk e kemi më zotrin, e përshëndesim. Rama ka mustaqe, Soros ja pret, Trump një gjë me të njëjtën në rim. Mbaron me jetë. Dakord? Më hëngër të dheu mua për kryeministrin që i këputet shpirti për 21 janarin. Ishte dje me 4 karafilat në bulevard, se nuk e pash dot, por e pash kur takoj Ivankën, se e dhanë live mediat e qeverisë, ishte live ekskluziv. Po pse 4 dhe jo 5? Për viktimat. Ose si do të thoshte zoti Ngjela 6. Që është 6 a Ngjelës? Po. 6.000 euro që ka bërë zërin erotik. Një video të Ngjelës, lutem, për të rikujtuar zërin erotik të Spartak Ngjelës.
Çfarë zëri ka? Ka paguar 6.000 euro për të. Po mirë, ndoshta ka pas 6 gishta dhe i ka rregulluar. Ja, ai nuk është... Edhe në mendjen e tij janë ende 6. Jo. Dakor, por më pëlqeu shumë ditën e djeshme, u bën pak qesharake mediat pranë kryeministrit, praktikisht gjitha mediat, se thonin gjithkohës që është Jared Kushner në Vlorë me Jared Kushner. Kushner. Por nuk ishte. Nuk ishte Syri e tha që mëngjes, sigurisht që nuk ishte, kishim burimet tona në Davos që ishte në fakt atje, edhe pse vazhduan deri në darkë dhe më pëlqeu, nuk hoqën dorë nga mashtrimi, por thanë thjesht përditësim. E quajnë përditësim tani korrigjimin dhe pranimin e mashtrimit. Jo, është përditësim. As pas ka qenë Kushneri. Pas ka qenë vetëm Ivanka e nejse. Ndërkohë, përshëndetje Flavia dhe Greta, ky që bën poezi për ngjarjen e 21 janarit ka drejt kur thotë se shkon me gur në zemrën në kryeministri, se shkon në vendin e krimit që kreu vet. Por e kalon nesmen me pak verë, me muzik labe në sfond. Pak raki e shkon me muzik labe. Ashtu, ha? Po çfarë shkon me një zë erotik? Ha, çfarë shkon? Vetëm lek, asgjë tjetër. Ta dëgjojmë. Unë kam paguar 6.000 euro për ta kthyer zërin erotik. E kam erotik zërin. E ke shumë erotik. Rregull? 6.000 euro. 6.000 euro. E humbe Flavio. Po ti si e themër? E kam Se homoseksual jam unë? Dhe gëzuar. Për verën e kisha. Smaltak Ngjela po e pak keq. Që nuk e marrin njerëzit për avokat më, nuk e di kush e merr për avokat. Për avokat më? Nëse mundet fare mirë të hapi një linjë 0900 vetëm për vajzat e gratë vetmuara. Edhe të flasja ai me zërin e ty pëlqen zëri Ngjelës, besoj? Absolutisht po. Prandaj po them. Mundet ta ketë një si të ardhur të re biznesi. Jam e sigurt që e ka menduar. Ti apo Ngjela? Po them unë. Okej. Ky kryeministër që është i paqëndrueshëm në ato që thot në këtë rast është me Trumpin ditën e Mesorës natën. Nuk iku në Davos se nuk kishte se si të mos takonte Sorosin. Yes, aty është pikërisht çështja, nuk shkoi në Davos sepse ishin dy shokët nga njëri vesh dhe nuk di. Është vështirë ndonjëherë të zgjedhësh. Nga do flesh. Flavia. Dakor, mirëmëngjes. Vrasja e 4 protestuesve të 21 janarit do të zbardhet atëherë kur Rama të jetë pas hekurave, por plot dëshmi të korrupsionit që ka bërë ky së bashku me ministrat dhe drejtorët e tij do jenë voluminoze nga bashkëpunëtorët e tij si të penduar. Dakor, buongiorno. Rama një këmbë ka në Soros dhe një nga Trumpi. Po pret lindën nga çan do e përplasi. Dakor, mirëmëngjes. Syri është i çmendur me kartel. Dashni madhe zot, ky popull me 24 janar ta bëj atë që duhet bëj, ta mbylli në çmendinën e burgut. Jemi në Tiranë nga Athina në datë 24. Dhe ti shumë mirë bësh edhe e vlerësoj. Mirëmëngjes, yje jeni original. Sa për këtë kufon dihet është e ditur ai shet fëmijët për veten. Si shiti të atin një kështu yje rënd. Kjo. Përshëndetje, Orame, edhe pse i dhe ishullin vajzës Trumpit, edhe nga Trumpi mund shpëtosh, për nga populli nuk shpëton dot. Orame, je aksident nga do që ta kapë. Pse thua kështu Orame? Më kujton dikë? Pëlqen si e ka shkruar. Orame. Vazhdojmë telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kurinë dhe emisionin. Po sa shumë mesazhe. Faleminderit. Ditë të mbar. Gjithashtu. Nuk arrit të kuptoj një gjë, domethënë. Aha. Si mundet një kombi për mos ngrihemi domethënë edhe qoftë çkush është kjo mo Ivana Trump apo ky trapi tjetër që vjen për toka për pasuri Shqipëri. Si nuk pyetet ky popull mo, ore ç'u mos e kuptoj, edhe politika mo, jo opozita tjetri nuk dalin nuk thon asgjë. Pse mo kanë frikë? Amerikën kjo s'është e drejtë mo vazhdi tjetri. Si u merr ka prona e shqiptarëve në atë forme. Ku janë vlonjatët? Po, këtë jam të thënë. Le tjetë më kushtë të dojë, le të shkoj të bëj komanda, tjenë të vendet, jo duke ne. Ne duke heq bregët gjithë dhe në falë më shpreje. E pa vërtet nuk është. Kërë është një turp komtar, mo, që janë të burave i, mo, vjen, mo,
Po le ti investori, nuk po thot njëri, po jo ti falet toka, po ta ble, paguaj që anë dhe kaq. Qëndron argumenti. Sinqerisht është turp. Faleminderit zotëri për telefonatën tuaj. Në Ismail Qemalit është me intriga ndërtu shteti shqiptar dhe sot e kësaj dite në 2026 vazhdon e njëjta situatë, pak nga historia se nuk kam bën në 1926. Dakor zotëri, faleminderit për telefonatën, e përshëndesim. Mirëmëngjes Flavio. Ky popull është rënd, por duhet të reagoj, edhe pse çik frikacak. Ndërkohë ishte një mesazh shumë i bukur që nuk e di ku më shkoi. Përveç Shield Benjas për bizneset, që ta dishti nuk punon sistemi as për ilaçet, ato të rimbursueshme, përse duket. Kështu që kanë mbetur të moshuarit pa ilaçe fare. Ose mund t'i blenë me lek në dorë, cash. Ose mund të ndjekin rrugën më të zakonshme. Ç'është? Të bëjnë një eksperiment kimik me vete, për shembull. Ç'a ndodh pa ilaçe? Ç'a ndodh gjëra simpatike ndodhen. Belinda Balluku për këtë plan ka firmosur. Prishet shtëpia ime për 3 stola, 2 kaçe Kovaçit restaurohet nga shteti, po skandali në Durrës. Mirëmëngjes Flavio, ky popull çdo ditë po varfërohet dhe nuk çohet, është kail të haj lekët e fëmijëve nga jashtë. Çoni mos flini gjumë, thot një zonjë. Por Rama e ka thënë o Flavia se nuk mbron asnjë, por vetëm veten. Ndaj është sipas rastit edhe me Trump, edhe me Soros, në varësi të motit. Po ç'na duhet ne si popull se me këtë takohet ai, ne na takon ta zëm këtë krye hajdut dhe t'iqet zvarr në sheshin Skënderbej, ta shikoj e gjithë bota. Jo si Mussolini, se s'ka lezet ashtu, është rënd. Mirëmëngjes, si u kam sa për temën Rama, ujku qimin e ndron për zakonin. Jo, ky gjati më parë lë Lindën dhe Belindën dhe Sorosin nuk e lë. Ata janë një fytyrë, një gjak dhe një pashpirtësi. Gjuli nga Shkodra. Përshëndesim. Mirëmëngjes, Rama është me Trump, me Soros, me kriminalat, me Vučić, me Putin, me kines, me korrupsion, me të vdekurit. Vetëm me shqiptarët, jo? Këti s'duhet me i zënë asemrin me performancën që ka. Vetëm me Shqipërinë dhe shqiptarët nuk është dakord. Përshëndetje nga Napoli. Ky kryeministri ka një fije burnie. A ka një fije burnie? Gënjeu pa pikë turpi për pensionet, mori vllau në Durrës, nuk ishin ngritur. Teri, vërtet e ke tani që mendoje se do... Në mandatin e 4 do fillon të t'ishte i sinqer? Mirëmëngjes, kampion dje ishte 21 janari që kujtohet me lotë e sekrecione krokodilësh për viktimat e vërtet të krokodilit. Çuditëm pse në çdo përvjetor nuk marrin pjesë pagatorët fizik mercenarëve të Ramës në kujtesë të viktimave. Sa për Ramën, mendoj se Rama është pjekur, merr me 100 duar dhe jep nga frika i detyruar, herë me njërin, herë me tjetrin. Fiskultur bën edhe me lekët tona dhe me pronat e shqiptarëve. Kështu mendoj unë, shpresoj që 24 të jetë ndalu beg se ka hendek për Ramën. Sigurisht do ishte simpatike dhe interesante për të parë dhe për të sjellë. Rama është me hajdutllëkun e vet, ne të gjithë te kryeministria deri në rrëzimin e piratëve plaçkitës, thot Ana, pirat plaçkitës. Greta, vazhdojmë me telefonat si thua. Je dakord? Dakord jam. E mirë presim një në studio. E mirë presim. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Sa për temën, me kjo është Rama. Rama është me gjithë vetëm e popullit nuk është. E para, e dyta, me aq që më vjen për ato njerëzit që vinë çdo 21 janar aty, që akoma i mashtron ai që on po ta doja. Domethënë, është i pari person dhe i vetmi person. Nëse Berisha do kishte bërë këtë, do kishte futur në burg. Nuk do të toleronte. Do të rritë jam sfaq, por deri në Amerikë vetëm ai hynte në burg, nëse do ta kishte bërë këtë gjë. Pa ai shumë e ka zvarritur dhe një ato njerëzit të afërt që vinë prapë aty në bulevard, vjen karafila, vjen lule, dhe nuk kuptoj që ky është vrasësi. Nuk kuptojnë se, po në fakt, ky sot ja kanë gjithë popullit, i blejnë me lek. Aty edhe plek i din mrapa, popullit jetë lek për votimi i blejnë. Dhe më thonë e din fukarallikun e popullit, edhe e ka gjithë më lek nga kriminalet, jepi popullit kur i duhet ta ketë me veta. Unë din keq për ato që bon gjithë të vitë, dhe se kuptojnë kush ja ka dha njerëzit të afërt, dhe din aty dhe qurraviten me Belinda Ballukun e Diramën e kompani, apo me Ziqineja nuk e di, me dvjell. O ishte dhe Ziqineja dje? Ishte Ziqineja dje?
Mu duk që ku ishim hume për rejtë sociale si foto, në është të di. Dakor. Nëse s'ka qenë fikso mu duk. Do këtë qenë dhe Sara Mile, për se njofin me njerëzit. Faleminderit Zorin për telefonatën. Megjithëse kam shkruar dhe mesazhe prej kohësh nuk më lexohen, po e provoj dhe sot. Sukses! Rama shkon nga Frynera në një nga foltorët që PD bën doktori këto mbrëmjet e fundit Gjova Njëzon që tha deputetët në Grevuri dhe populli rreth godinës në mbështetje dhe pandërprerje deri në largimin e banditëve. Është i pari politikan në Rama në historinë e Shqipërisë që shet gjithçka i kërkohet. Diskutimet janë kot, aty si po përshtypja asgjë, vetëm revolucion. Dakord. Mirëmëngjes, për interesa personale është edhe me dreqin ai, por nuk e dia ka ndjeshmëri ai, po dhuron atë dheu si pront veten. Askush s'bëri dëm më shumë se ky, po vjet të ardhmen. Shpejt do vi me viza në shtëpi e do paguajmë edhe ajrin, që ta dishti ti po e paguan ajrin. Siç po paguan ujin për shembull. Mirëmëngjes, po lënë se gjuna e shkreti i ran gjitha mbi kokë, Soros, Trump, 21 janari, sikleti, gurin zemër, sa do mbaj më, gurin veshka, nga malli keq. Po, gjëra kështu. Tiroidja, siklete, siklete. S'ka si laçe mos, vazhdo. Ndërkohë, Ramës i ka dalë si puna e çobanit, kur azjarri fshat tha larg lagjes, kur ju afrua larg shtëpisë, kur u afrua te shtëpia, me nderjush tha e di veti si vazhdon. 4 viktimat e 21 janarit, po i kujtojnë këto televizionet e Ramës, por 4 viktimat që vrau Konstantin Xhuvani, pse nuk i kujtojnë televizionet e rënd, ke qenë edhe ajo ngjarje. Shumë rënd. Ndërkohë, mirëmëngjes, i gjati natën mbledh lekët me Soros, ditën ul atë që bën rim me lekët. Me Trumpin dhe europianët për interesat e tij. Edi Rama është vetëm Edi Ramën me asnjë tjetër, thot Bledi. Ja. E pasakt nuk është. Sa për temën, ai është tamam se ajo kënga Artiolës. Mirë me vjerrën, mirë me burrin. Sa të vi momenti që të fillosh edhe ti edhe i herë ju lutem? Ti zbulosh. Ja, ta tha Regjia, ka në një të martuar aty. Por Regjia është e mrekullueshme, si nuk e di pse. E kuptoj, dakor. Po si vazhdon në të vërtetë? Llafi, mirë zbut në guri. Sa e bukur. Pra, mësoj këto. Mësoj se janë mësime jete, janë postulate këto, nuk janë shaka. Para martesë. Ky është me të gjithë, po pikërisht me Soros, me Vučić, gjithë në shesh se po shitet Shqipëria. Dakor, të mirëmëngjes Rama do Sorosin se janë të një ideali, mbase nuk e sjell kokën. Po tjetër? Si vazhdon? Ja, koha është e maskarinë. Okej. Po citon poetët që njeh tani domethënë, ëh? Po tregojsha. Vazhdojmë me mesazh tjetër. Mirëmëngjes Syria, mund ma shpjegoni çfarë magji ka bërë Rama kësaj shoqërie? Gjysmën e qeverisë kanë burg, tjetrën e kanë hetim. Si ka mundësi ky vazhdon vendosi për të ardhmen e qytetarëve? Po pra, gjysma e tyre në fakt në protestën e famshme të 21 janarit, përveç se janë në burg, sikur e braktisën atë. Më shkruajnë nga PS-ja, ishte patjetër dhe deputetja Zegjine. Po. Çaushi. Besoj. Çaushi. Si Zani, si e kishte Zani? Zani Caushi e kishte. Caushi. Kjo do e ketë Çaushi? Ndoshta, hajde merre vesh ku i gjej. Eci me të tjera mesazhe dhe telefonata nëse doni. Si thua ti? Po patjetër, e kemi në këtë moment. Alo, mirëmëngjes. Mirë. Mirë, faleminderit juve. Fuqishëm shumë. Ju uroj çdo të mirë në jetë vetë në dritare të mund të komunikojmë me edhe parë të marrë të vërteta, por jam një telefikuar të juj dhe është për të ardhur që të gjitha media shqiptare e vetë një dritare që kanë ngel syri televizion janë të fitura dhe nuk thet një lajm të vërtet. Sa keq duhet ndihet dritare piknes. Si po përshtypje fare. Kurse tjetra e si të gjithë shqiptarëve të ndesëm me datë 24, të dalin dhe ta tregojnë vetëm se të jemi shqiptarë dhe nuk mund ta dyrojnë çizmen e huaj. Kemi luftuar me turk, me serb, me gjerman, me italian, dhe ta tregojnë vetëm dhe ta sporrin këtë gjumë ushtarake dhe bandite. Ju i pafshim. Përshëndesim zotrin, mesazhi ishte i qartë, i plotë, unë them, s'ka nevojë për më shumë. S'ka nevojë për më shumë. Atmosfera ishte e njëjtë në fakt. Mendoj kemi njësoj.
Kështu që miqtë dashur, bëjmë gati për një shkëputje publicitare, ju të mbaroni ato detyrat e vogla të mëngjesit dhe të rikthehemi. Do të rikthehemi më njëherë pas pak se do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. U bën nuk e di sa vite për diçka që të gjithë e kemi ditur prej kohësh, por kryeministri tani sikur po e pranon. Kështu që mos u largoni nga kafe shqeto, qëndroni me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak.